Dhe kur flasim për orkestrat, gjithmonë kemi parasysh profesionalizmin, disiplinën artistike dhe mbi të gjitha një dorë të fortë e të talentuar që i drejton ata. Dhe siç ndodh me orkestrën, normalisht duhet të ndodh edhe me qeverinë. Edhe qeveria duhet të ketë të tilla cilësi. E aq më tepër që qeveria jonë së fundmi po ndodhet përpara një provimi mjaft të vështirë. Do duhet i përgjigjet 4.000 pyetjeve të Bashkimit Evropian. Dhe se çfarë do të thuhet tani lidhur me këtë temë, lidhemi menjëherë me sallën e mbledhjeve të qeverisë. Linja për sallën. Zoja e Zoti, kryetar Tiranës së gjithë Shqipërisë, e provokoj këtë mbledhje të hapur të qeverisime më të suksesshme pyr një detyrë tepër madhore të lartë për plotësorin e dërguar nga Bashkimi Evropian. Më lejoni të prezantoj qeverinë time. Zoti Tobi Meta. Tilda Bregu. Tilda Bregu. Vandam Polo. Nasiruli. Mami Topalli. Gjin Gjaferi. Dhe Fatlum Nishani. Më fali po, për tef me diu, më fali zoti me diu, më fali. S'ka problem, nuk ka problem. Këtu përparat nderuar antartë qeverisime, kemi pyetësorin e Bashkimit Evropian, e cila kërkon patjetër përgjegjësish nivel të lartë intelektual. E ke shpërndar pyetja Tilda? I kom shpërndar? Qa pyetje se ne? Pyetja pyetësori. Atëre. Mas kapja. Atëre, më dëgjoni muë. Pse ka i fëtot, çfarë keri? Më të qko traktuar, jo të tregoj për salet. Ishte i herë kërqi. Nuk ka shku për të qeshur, është ma poshtë. A, ma poshtë. Kë kërqi shkoj, i thot govarit. O baba, unë dua të martojë. Jo, i thot govari, jo, ti nuk do martohesh dot, sepse për të martuar, martohe vetëm goverët. Shiko, gjithë, kush është i martuar këtu? Nejse, vazhdoj, e para sa për atmosferë. Atëre, lexojni pyetjen e para zoti Tilda Bregu. Zonja re, Zoti. seksi, kur dhe bën mirë, në mëngjes apo në darkë? Zoti Vandam, qa më dimi keri? Vertikalisht apo horizontalisht? Po atje di shtrira Morieu, ta si po fare. Po atje, zoti Nasiruli. Dakor. Atjere, kush është dakord për pyetjen e parë që, okej. Shumë mirë. Shetë thushtë. Dakor. Kalojmë te pyetja e dytë. Si quhen banorët e Shqipërisë? Nasiruli për të vëdiu. Mizeqare. Banorët e Shqipërisë, morti. Të themur? Thuje. Qamila. Ila. Banorët e Shqipërisë quhen
Po shqiptar, ore shqiptar. Dëgjoni mua. Atëre, zoti Vandan Pollo, pyetja parë, përgjigjuni. Ç'është viza? Dhe në qoftë se e di, po 2 viza. Pa, da të viza është një barë që shtrihet në pjatë. 2 viza janë 2 gjojnat barë që shtrihet në pjatë. Kjo, A më thonë ma pavakim kja ka roba. Na pavakajnë ata në. si thu ti? Pavakim o? Pavakim. E dia, po thjesht edhe u drejtë në koja. Kra. Ashtu. Përqesh shumë. E ta them unë. Atëre, po. Ka i kostum me viza qomili, o zota pish kupës. Po le tani, mose, të lutem shumë tani. Tani, digjoni muë. Vit i ri është femër apo mashkull? Zoti Gjixhaferi. Protestut o! Jo, është i vjeqër. Qyqa. Kush është zoti Pertevediu? Është që nuk ishte nga Apollonia, Po jo, nuk e di. Po është femër apo mashkull vit i ri? Nuk e gjeni. Po fare thjesht, budalej. Vit i ri është plak. Ja Allah. Baba gjyshi viti 3, budalej. Risi mut në risi mut. Ashtu, ndikoni muë. Pyetje për zotin Nasiruli. Urdhro. Pse fjala rush shkruhet me 2 r? Dhe a keni rush? Shkruhet me 2 r se e ka ftesën qift. Po shefi, po ku t'i gja u shalkin shese, më më pjetë shumë mua ti. Po pse më përpara qa pune ke barti? Shalkin kam shitur. E dje, po thjesht doja ta provokoja. Faleminderit. Atëre, Të të konta. zoti Mediu, Pa, për tefi. me thuaj, Do të thot grop? si edhe njerë gërdes apo grëp, si se mëra vesh. Do të thot grop? Garësh. Të shi edhe gërdes edhe grop me gë fillojnë. Shu që ka gropa në gërdes. Mos i ka të tani, o? Po dhe po s'pat e bëm ne, pune madhe. E bëm një, e bëm prap. Po jo tani, mos e diskuto tani. Po ju e vetëm vlla. Po le tani, të lutem shumë. Po që kështu e? As do t'i përteft, lutem shumë. Atëre vim të pyetja e fundit. Homoseksualizmi, e dërni, e respektoni, apo e provoni? Një sekund, një pyetje komun. Po pyet. Bëjmë fmi këto, pjeli këto homot? Tani, më falni, zonja Tilda, po ju nuk e dini çdo homoseksual, do me thënë? Edhe pjellin apo jo? Nuk pjellin. Ashtu du t'jemun, se gëna të pjellë, Po mo. le tani le, mos. Të lutem shumë. Zoti, ju lutem gazetarët mali qetësi. Ju lutem shumë tani. Zoti Gjaferi, Shi të shej mo me thë drejt në shpajtit mo, për di se na ka pu Evropa, do të dum, do të respektojmë e në të pravojmë. Po, atëre, kush është dakord ta provoj zoti Gjin? A ta provoja? E, po qa u kjo ti? Homoseksual. Të pravojmë po qa u? Provoj ti, provoja. Digjo, Ho, është një burr, ho. edhe ai burri dvive ty. Oj, shit, zoti, fajt, ai vëpër të shit e dresh. Doktore, Ka të thonë atë. doktore. Po unë si shu i pika me shenë, shumë shkatrum. Jo. Doktore. Po ti provoj një. Hapa një, da të konta. Ika të jeni, ditni, man. Kosh më vrau mu. Snajpri. Ja lore. Një gjak to, a luni kontestaj këse që duhet, a nuk ka më hile. Jore, Kontestaj për lutë. unë po los këtu, mua pas kam vrarë. Këtja fusu këtu. Se ti isha Çfarë bëhet tu? Ç'është kjo energji? Ç'është ky amoralitet që bëhet në dhe qeverisë time? Më flisni këtu! Kush me vrau mua? Kush? Tregoni tani se nuk dili nga zyra. Tregoni! E se baj shaka. Kush me vrau mua? Stop!
që nesër të gjithë jeni të pushuar nga puna. Qëri, po që bëmë ne? Unë së vrava njërë. Ju o bat juve të lozni lojt pa ndershme me mua të më vrisni mua e ju. E jo, shpërblim për vitin e ri. Na, s'ka. Atëre, fjallën e fundit, ju ftojt gjithve qonë e kam. Ja japim zotit Fat Lumlishani që ke për thamë. I bët vetë vrasqi. Për gjykatat dhe për ligjet, për reformat në drejtësi, neve kemi Sali Berishën, vetë Vali, vetë Kati, rrëf Sali Berisha! Sali Berisha, Sali Berisha, Sali Berisha, Sali Berisha! Ja, pra të ke pam edhe E dëgjove! Kënaqësie veçantë. Shqipëria po ndryshon. Të puth pak. po patjetër. Shqipëria po ndryshon.